se për të kthyer te kjo histori pra. Aty gjyqtari bëhet palë me prokurorin. Ky është problem vete, Ky është problem vete. Po nëse ka një mundësi që këtu tek ne është e tmerrshme vërtet, është mundësia që prokurori bën drejtësi. Prokurorët kanë për herë drejt. Prokurori kështu e prokurori ashtu. Domethënë, kemi ardhur nga një regjim që çdo shte prokurori bën të gjyqtari, tani duam të shkojmë prapë te ai regjim. Me çdo kusht. Regjimi prokurorëve thotë. Republika prokurorëve. Republika prokurorëve pra. Domethënë këtu jemi në pikën që i ka bërë me Trump prokuroria. Më fal, Bris, se nuk të ndërpreva. Këtu jemi në pikën që avokati, i cili është njeriu ose institucioni i cili është në sallë gjyqit për të ruajtur shtetin nga mbi fuqia e tij, kapet dhe plasët në burg. Pra këtu i bie që ka rënë shteti i drejtës, nëse do ta themi hakçe. Në momentin që ka ndodhur ajo, shteti i drejtës ka rënë, sepse ai njeriu që është atje i pandehur, nuk ka më, pra i është mbyllur goja avokatit, i cili është aty eksaktësisht për të bërë këtë, për të ruajtur shtetin, për të mos deliruar në fuqinë e tij. Se është palë, jo personalisht me prokurorin e gjykatës në apo gjë. Dakor. Tani ky prokurori që na u kërcënoka, a i ka thonë ai këto apo jo? Ai ka thonë tekstualisht, se unë nuk e di pse kur themi fjalit, i themi përgjys. Ai është shprehur me një gjuhë të dobët. Ai nuk ka thënë do shihemi së bashku, siç mund t'i them unë Brisit, shihemi në gjyq të vërtetosh se kush ha më shumë gjellë e kush ha më shumë supë, por çorba çfarë do qoftë, por ai thotë me ju do merrem personalisht sepse do ju çoj të dy palëve në gjyq për fabrikim provash më të tash. Për telenovel tani. Si? Më fal, kur unë themi fjali, se ka thonë, është pjesë e fjalisë tani, më fal. Në qoftë jo aty. Në atë moment sa. Sokol, ke bërë dikur ti një gjë. Cila nëse e ka thonë kështu? Jo, të lutem, ta them unë në ligjërat drejt, ka të vetëm kaq. Unë do merrem personalisht. Se jemi kaq pa informacion, ta nxjerrëm tani. Ta vendos këtu. Një sekond, më ta them. Unë do merrem personalisht. Ti sapo gënjeve publikisht. Do merrem personalisht me ty, mos thon. Gënjeve publikisht. Do merrem personalisht me ty dhe me OPJ-t, dhe kur gjyqtarja ka tërhequr vëmendje, ai ka Jo, bëj kallëzim. Jo, nuk është ashtu. Nuk është sikur jam duke folur unë tani, dhe unë e kam fjalinë në gjys, dhe si 7:14 hy Brisin mes, praf, më pret rrugën, e kupton? Dhe unë e lë sepse jam etik dhe jam qytetar. Mbaron kjo dhe them sepse dhe vazhdoj fjalinë. Dhe aq ti kur i thot merr personalisht sallë gjyqit nuk është. Ore, më fal pra, ndërkohë që ai thot personalisht, e di çfarë thot prokurori? Një sekond. Fjala personalisht. Çfarë thot prokurori? Thot ti do arrestohesh. Më fal, kush është prokurori? Është polic. Jo më në rregull, kanë shkel të dy. Prokuron. Shikoj çështja është këtu. Dhe gjyqtarja që shkon dhe hidhet në krah prokurorit duke i bërë gjëmën avokatit. Shikoj, më fal. Dhe nëse në këtë vend pas ka ngelur që e keqja e madhe na qen kanë avokatët, dhe rroft Republika Popullore e prokurorëve, që të presi koka dhe të kemi gjak për dal populist dhe të mirë të publiku, do kemi, hajde bëjmë nga kjo propaganda bajate. Po kjo është e kohë... Se përgjithsojmë rastin, është një gjë konkrete. Jo është konkrete, po nuk ka thënë atë, dhe u habitëm se fa brezi. Po them një gjë, unë nuk duket... E ke gjuar? Një gjë, po sigurisht që kam gjuar. Unë prirem... Në audio dhe... është pak konfuze ta t'japësh gjykim definitiv. Por përdorimi fjalës personalisht, për mua është totalisht jo ligjore, jo juridike dhe jo e pathënshme në një sallë gjyqi. Jo etike, por jo ligjore. Jo çështje juridike, nuk është gjuha juridike që përdor një avokat. Një avokat nuk është aty për të folur personalisht. Është jo etike. As për të marrë personalisht, por është aty për të folur në emër të ligjit, institucione. Se pastaj ka dhe gjë avokati. Përdorimi i fjalës personalisht për mua është çik problematike. Megjithatë, avokati për shumë prokurori, unë nuk e shoh prapë, nuk e shoh si kërcënim. Unë e shoh, sikur fal, që ta marrë kolën unë. Jo, kjo se mbështet që thot Ergyzi, sepse normalisht avokati është palë, prokurori është palë. Pala nuk është nënon, thot palë. Po pra. Po patjetër. Ke gjykatën përballë. Pra ti nuk mund t'i kthesh
prokurorit të merret aty në personalisht. një gjyq. Dhe në moment kur Aq tepër në këtë lloj situate tensionuar, megjithatë, Koli, unë mendoj se nuk kemi në kohë normale. Tani pas kalas kjo perceptohet si kërcënim. Po pra? Jam dakord. Por në momentin që ti dëgjon fjalin si e tër, ti nuk je emocional si Brisi, që je subjektiv, je gjyqtar, je për atë punë aty. Du të marrësh vendim. Se Brisi ti falen, e kupto. Brisi ja fut edhe për një moment do të jesh pak i dobët nga zemra që ta marrësh kërcënim të gjën. Do të jesh pak i dobët nga zemra që ta marrësh kërcënim në të merr. Edhe të kesh sikletë të tjera pastaj që po flasim për një prokuror, ti ke konflikt interesi njerëz se avokat vet. Ke konflikt interesi pra. Po ke konflikt interesi. Po gjithsesi është egzagerim, është i folur në mënyrë emotive që ka përcen totalisht. Dhe pastaj bojkotimi folur si etike dhe kërcënimin kanë. Dakord. Nuk po themi që ka bërë mirë. Ndërmjet diskutimit me avokatin, se prokurori del me avokatin më jashtë takohet e s'ka të toptako. Çka kishte personalisht me mua? Masero këtu? Po jo të gjitha. Ndërmjet kësaj dhe të shkuarit ke arrestimi për vepër penale, ta lejmë bojkotimi gjyqeve nga gjithë ju, zoti avokat. Mirë, kemi bërë me se pak kemi bërë se është gjithë sistemi. Ajo është rëndësi që mos bëjë gjyqi Velia